Egla Ceno dhe Laerti afrohen edhe më shumë, puthje pasionante dhe momente intime në vask. Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother mori një tjetër kthes të papritur, kur Egla Ceno dhe Laerti shfaqën një afeksion të hapur ndaj njëri tjetrit. Ndërsa të gjithë banorët ishin të zënë me bisedat e tyre, Egla dhe Laerti u shkputën nga grupi dhe krijuan një moment intim vetëm për veten e tyre. Gjithçka nisi me një flirt të lehtë, ku Egla po e provokonte Laertin me batuta dhe shikime të thella. Mos më shiko kështu, se mund të ndodhë diçka që nuk e ke menduar, i tha ajo duke buzëqeshur, ndërsa Laerti, i hutuar nga situata, filloi të qeshte dhe t'i shmangej në mënyrë lozonjare. Por tensioni mes tyre vetëm sa u rrit dhe në një moment, Egla e mori situatën në dorë dhe e puthi Laertin pa hezitim. Banorët e tjerë që ishin pranë u tronditën nga ky veprim, ndërsa Laerti mbeti pa fjalë për disa sekonda. Dukej se ai nuk e kishte pritur një hap kaq të guximshëm nga Egla, si për t'i shtuar akoma më shumë intensitetin momentit, Egla e ftoi Laertin të futeshin së bashku në vask. Laerti hezitoi për pak sekonda, por më pas se ndoqi i pas. Të dy u futën në ujë, ku vazhduan të flirtonin dhe të qeshnin me njëri tjetrin, Laerti duke i hutuar dhe ende nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Po ti, çfarë po bën kështu? E pyeti ai Eglan me një buzëqeshje të lehtë. Thjesht po të testoj, i u përgjigj ajo duke i kaluar gishtat në flokë. Po më duket se po të pëlqen shumë ky test, apo jo? Laerti nuk e fsheu dot të qeshurën dhe i tha, më ngjan sikur po jetoj një film, nuk e di më çfarë po ndodh. Ky moment mes tyre ka ndezur thashethemet brenda shtëpisë. A është ky fillimi i një romance të re? Apo është thjesht një lojë nga ana e Eglës? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim.